Nisim nga mbledhja e Pogradecit e 2 ditëve, nga njëra anë kemi një protest që vazhdon prej 3 muajsh, nga ana tjetër kemi një lëvizje të zotit Rama me këtë takim 2 ditor atje. Është ajo që sot zoti Rama su diskutua dhe Besa atje, doli një pasqyra e Shqipërisë përse tjera. Janë përgjigje këto ndaj protestës, apo nuk kanë lidhje këto veprime me i flet apo jo protestës me këtë, apo i flet elektoratit të tij, apo nuk e di, si e shikoni ju? Më vjen keq ta them, po kam përshtypjen që zoti Rama tashmë ka arritur që të distancohet nga protestat, domethënë ka arritur atë qetësinë e vet relative. Do të shikohet në shtator nëse protesta realisht do ta shqetësoj apo jo. Ndërsa realisht ajo që publiku po shikon është që qeverisja e tij tashmë po përballet me të njëjtat simptoma si vitet e shkuara. Ju e dini, kjo është hera e tretë që zoti Rama ndërton një platformë të tillë. Ka qenë dikur diçka e lidhur me korrupsionin, stop korrupsionin. Bashkëqeverisja, po. Pastaj ka qenë një platformë tjetër, Shqipëria që duam, pak a shumë me të njëjtat detyra, dhe tashmë kemi diçka e cila lidhet edhe me inteligjencën artificiale, që ka lidhje edhe me realitetin që po jetojmë. Ai e ka quajtur me emrin pasqyra. Nuk e di, më duket se duke përdorur më shumë eufemizma, që zoti Rama më shumë po shikon mënyra se si ta zbukuroj qeverisjen e tij problematike, se realisht t'u japi zgjidhje problemeve të njerëzve. Jo më kot ju përmenda më përpara 2 platforma, që ishte ajo për korrupsionin dhe Shqipëria që duam. Në qoftë se ato do funksiononin, kjo platformë nuk kishte pse të realizohej. Dhe ajo që zoti Rama beson, ju e dini, në brenda platformës ka 2 seksione, pasqyra Flamingo Mirror, pasqyra e flamingove dhe radari, adresohen këto probleme sikur të jetë kaq e thjeshtë, nëse administrata do ishte në lartësinë e vet. Unë besoj se të gjitha këto do ishin të tepërta për të bërë. Por tashmë jemi mësuar në vitet e fundit, zoti Rama e bën këtë ritual, më shumë për të mbajtur në tonus njerëzit e tij dhe për treguar që Partia Socialiste është gati për zgjedhjet lokale. Dhe nga ana tjetër edhe për të treguar individëve të cilët janë të lidhur që nga pushteti lokal, ke pushteti ekzekutiv, që zoti Rama është njeriu i parë, është njeriu i cili vetëm komandon. Në një demokraci normale, zoti Rama duhet mendonte më shumë dhe duhet lehtësonte më shumë pjesën e funksionimit të shtetit, që do të thotë zoti Rama duhet të jepte llogari bashkë me ekzekutivin e vet rregullisht, dhe duhet merrte kritikat jo të pakta që janë, qoftë edhe nga deputetët e tij, megjithëse një pjesë e deputetëve të Partisë Socialiste janë krejt pa zë, o të paktën deputetëve të opozitës që përcjellin vazhdimisht shqetësime, dhe nga ana tjetër të reflektonte. Ju e keni parë që zoti Rama po thoi se nuk shkon fare në parlament, ndërsa ministrat e tij në pjesën më të madhe janë shumë arrogant përpara, të themi, përpara pushtetit legjislativ. Dhe kjo vazhdimsi përcaktimesh me emra dhe të tjera më shumë nuk e lodh më publikun. Publiku është mësuar, publiku e di, shqiptari thjesht e di që ai që do përballet me kadastrën e di që atë shqetësim që ka atë do ketë përsëri. Ka 35 vjet që shqiptari vuan me kadastrën. Ai që ka probleme në pushtetin lokal me ujin, me shërbimet sociale, ai përsëri do vuaj. Dhe për këto nuk ka